Kupton? Ky është çështja, se këtu nuk pezullohet personi, këtu pezullohet funksioni. Këtë gjë nuk e ka ditur prokurori bashkë me gjykatësin që janë mbyllur bashkë të dy dhe kanë marrë vendim të pezullojnë një ministre, po në fakt kanë pezulluar funksionin. Funksioni sepse nuk e ka askush tjetër autoritetin me ligj që të vazhdoj të udhëheq ministrinë në mungesë ministrit. Është shumë e qartë dhe shumë e thjeshtë. Për sa i përket ndryshimeve të tjera, patjetër që ne do bëjmë ndryshime të tjera, sepse kemi kodin e ri penal, kemi ndërhyrjet e domosdoshme në kodin e procedurës penale, por të gjitha këto nuk kanë ngut. Për gjitha këto ne po punojmë, kemi një material shumë voluminoz edhe me shumë brum për tu diskutuar, që është drafti i përgatitur nga grupi ekspertëve të pavarur shqiptar me në krye drejtorin e shkollës magjistraturës, është ripunuar dhe është në ripunim sipas informacionit që kam unë mbi bazën e gjitha vërejtjeve që janë bërë, po ndërkohë kemi dhe dy aleat në këtë proces, Ministrinë e Drejtësisë Italisë dhe Ministrinë e Drejtësisë Francës, me një rrjet ekspertësh që këto dy ministrina i kanë vënë në dispozicion dhe me të cilët do të rishikojmë gjithë kodin e ri, do rishikojmë normat e kodit procedurës penale. Për kodin e ri kemi dhe qeverinë holandeze të përfshirë që na ka vënë në dispozicion dy ekspert, kështu që çdo gjë është në kontroll në kuptimin e mirë të fjalës dhe patjetër në respekt plot gjitha standardeve europiane, ndërkombëtare etj. Nuk ka asnjë vullnet, asnjë tendencë, asnjë qëllim, asnjë ëndër për të kthyer mbrapsht gjërat që kanë shkuar përpara. Por detyra për të përmirësuar gjërat është e gjitha. Oliver Dalmuça nga MSN Televizion. Zoti kryeministër, ju përmendët pak ngritjen e një faktori publik që mund të përfshihet edhe në sektorin e naftës. Duke marrë parasysh situatën që mund krijohet në rajon për shkak të konflikteve ndërkombëtare. A mund të na tregoni disa detaje më shumë për këtë faktor publik? Dhe së dyti, a është ende në tryez projekti për ngritjen e një rafinerie në bashkëpunim me Palën Azere? Dhe ju lutem për të kuptuar pak në raport me integrimin, nuk se këtu, po për ta qartësuar, mundësia për të integruar në mënyrë të pjesshme ose me faza, pra pa veto dhe pa komisioner, do të kërkonte prekjen e trakteve të brendshme të Bashkimit Evropian dhe ndoshta edhe një reformë të brendshme në Union. A mendoni që kjo do ta shtynte procesin për Shqipërinë? Dhe shumë shkurtimisht thjesht për të qartësuar pak pyetjen që u bë më herët. A mund të ndani me ne cilët janë këto faktorë që folët që mund të ndikojnë në projektin e Porto Romanos? Duke filluar nga fundi, nuk kam nevojë të ndaj me ju asgjë, mjafton juve të lexoni pak edhe të përpiqeni të kuptoni pak natyrën strategjike të atij porti edhe interesat që mund të jenë ndërthurura me të, edhe i nxirrni vetë gjithë faktorët, nuk ka në shkencë, është shumë e thjeshtë. Ju mendoni që gjithë bota me zi po pret të ndërtohet një port i ri që të shërbejë si bazë e NATO-s në Shqipëri? Për shembull, në qoftë se e mendoni kështu që s'besoj, atëherë shikoni një botë që s'ekziston. Në qoftë se nuk e mendoni kështu, atëherë numërojeni faktorët që nuk e mirëpresin këtë gjë. Edhe për te i kësaj, ju mendoni që të gjithë me zi presin që shqiptarët bëhen më të fortë edhe të bëhen më të zëshëm edhe të bëhen më të respektuar? Ju mendoni që në shumë çka ndodh në raport me ne në aspektin negativ nuk ka lidhje me këtë fakt? Do me thënë bota funksionon sipas atyre librave dhe manualeve të parimeve, normave, standardeve dhe nuk kam brava asgjë tjetër? Unë mendoj që jo. Unë mendoj që fuqizimi ynë që është real, ngritja jonë që është reale, zëri ynë që është real, nuk i ka lumturuar gjithë dhe nuk e presin gjithë me kënaqësi që shqiptarët
të kenë një dominancë në një nyje strategjike të tregtisë edhe të mobilitetit mund mes të Europës. Si mendoni? Mendoni ju që të tjerët dikur kur e synonin Shqipërinë si bazë, si marrëdhënie, si ishin budallej edhe ishin të vendet vogla ato që i nguleshin këtu edhe donin me çdo kusht kishin këtu një këmbë? Të gjitha këto janë reale. I ka historia. Mirë po, kur historia është duke u bërë, ata që janë duke bërë historinë nuk janë të vetëdijshëm për masat e historisë që po bëjnë. Ndërkohë që nesër të gjitha këto që sot po bëhen në Shqipëri do lexohen ndryshe. Edhe nuk do lexoj më njëri artikujt me gënjeshtra edhe nuk do ndjeki më njëri debatet e një përfaqësuese të një medie që s'lë të flasi gjallë në botë kryeministin t'ja i përgjigje. Këto janë gjëra që sot bëjnë lajm, nesër i kujtojnë ata që duan dëshmor të gjallë të luftës me regjimin, pas nesër ikin, vinë tjera. Dërsa këto janë gjërat që mbeten. Për sa i përket asaj që the jo, nuk është e vërtet. Sepse ajo që unë jam përpjekur të bëj dhe që tani ka filluar të ketë më shumë aleat, nuk është diçka definitive. Pra nuk bëhet fjalë për të kaluar, për të ndryshuar traktatet, të hiqet veto, të hiqet votat, jo. Bëhet fjalë për të ndërtuar një proces marrëdhëniesh dypalëshe midis shtetit të ri antar edhe Bashkimit Evropian. Me mekanizma që ata i gjejnë vetë, se për gjetë mekanizma dhe për të ndërtuar procese burokratike janë nishat edhe unë s'kam asnjë kapacitet që t'ju mësoj asgjë, por marrëveshje bilaterale ku vendi i ri antar heq dorë vetë për një periudhë kohe që do të duhet për të reformuar mekanizmin e vendimarrjes në Bashkimin Evropian, që gjithmonë e kanë thënë se kanë bërë dot asnjëherë për arsyet që dihen. Dhe keni parasysh një gjë, kjo nuk është diçka që pashur një natë në ëndër edhe fillova të flas. Kjo është diçka që ka qenë aty, ka pasur kohë më parë qasje të cilat janë të lidhura me këtë mënyrë të parit të nesërme të Bashkimit Evropian. Ka qenë kohë më parë ideja e krijimit një Europe me disa shpejtësi, e krijimit një Europe me disa kate, po themi, etj, ku një pjesë e vendeve sot faktikisht Schengeni që praktikisht i ka përmbledhur të tërë, ka qenë një mekanizëm që nuk e kishte, për shembull Rumania, Bullgaria, Kroacia ishin në BE, po s'ishin Schengen, për shembull. Ose kur kanë hyrë në BE në fillim Portugalia me Spanjën, nuk kanë pasur të njëjtat të drejta dhe të njëjtin akses në politikën bujqësore të BE-s e të tjera. Pra BE-ja nuk gjendet e papërgatitur me këtë debat. Është një debat që sot ka marrë më shumë peshë për arsye që kuptohen lehtë, edhe për shkak të Ukrainës, edhe për shkak të rritjes disa forcave në vendet e Bashkimit Evropian që nuk janë shumë, për ta thënë lehtë, nuk janë shumë gatshme të pranojnë zgjerim, për shkak të vështirësive që kanë pas vetë ata në vendimarrje nga vetoja këtu e atje. Kështu ne nuk kemi asnjë arsye që të presim, dhe ndërkohë s'kemi asnjë arsye që të trembemi, përkundrazi ne duhet të jemi proaktiv, sepse është shumë e rëndësishme çfarë mendojnë vendet e reja. Jo të gjithë mendojnë si unë në vendet që duan të hyjnë.
Ky është fakt. Edhe ne bëjmë këtë debat me njëri tjetrin. Disa thonë, po pse ne ti marrim gjitha. Po, ti marrësh gjitha, problemi është ja i merr dot ajo. Ndërkohë që ne njerë duhet të hymë atje. Pastaj, pse çfarë qameti kemi ne që s'kemi veto për një periudhë, ku do të vëmë veto? Ne do vëmë veto këtu çohet një ambasadë, bën një deklaratë dhe tundet gjithë Shqipëria nga tenxheret që bëjnë sikur u qua Zoti i Madh dhe foli. Do mbajmë veto ne, se do shkojmë atje t'i vëmë veto Gjermanisë, Francës, Italisë. Ka vende dhe ka shumë vende në Bashkimin Evropian, të cilat janë aty, nuk flas për të mëdhajet, ato vendosin, flas për të voglat që nuk e kanë përdorur kur veto. Dhe nëse kjo e lehtëson pozicionin e atyre që na marrin brenda, ne i themi okay, nëse ju vlen kjo gjë, pse duhet ne patjetër që në momentin e parë të kemi dhe deputetët tanë në Parlamentin Evropian, apo se i mungojnë Parlamentit Evropian druvarët që duhet ja çojmë ne me shpejtësi. Ne mund të jemi në një fazë parë me përfaqësues të quar nga partitë që rinë në rolin e observatorit, mësojnë atje, hapen zyrat, kuptojnë si funksionon Parlamenti Evropian, e kuptojnë që nuk është pyll, po që është një tjetër lojë, e kuptojnë që aty nuk mund të marrësh fjalën për procedurë edhe të mbash peng Parlamentin me orë të tëra, e kuptojnë që aty po nxorë celularin, të vjen dikush nga mbrapa thotë nuk është këtu vendi për nxjerrë celularin, Parlamentin Evropian. Dhe kuptojnë dhe gjëra tjera dhe pastaj vjen momenti, bëjmë edhe ne me zgjedhje për Parlamentin Evropian dhe kemi dhe ne deputetët tanë. Çfarë pengese ka këtu, apo u shqetësuan molotovarët se u prish ëndra e madhe e tyre që e marrin zvarr, duke marrë zvarr ca të verbër në rrugë, vetëm për të nxjerrë fotografi si digjen kazanët e Tiranës, dhe se si gjuhet me molotov, edhe se si po bllokohet këtu lufta kundër korrupsionit. Ndërsa për sa i përket rafinerisë, nuk kemi një projekt konkret, kemi pasur interesime, por nuk kemi një projekt edhe për shkak se rafineritë, besoj e dini, janë gjithmonë më pak tërheqëse në kontekstin e proceseve që ka Europa, në kontekstin e proceseve që kemi ne dhe për momentin nuk kemi në një gjë që t'ju them që po është konkrete. Sepse ka dhe gjë tjetër që keni parasysh që ne kemi një avantazh shumë të madh për faktin që jemi një vend me energji të pastër 100%. Futja e një komponenti si rafineria e ndryshon atë përmbajtjen e portofolit tonë energjetik. Edhe kjo ka të mirë dhe veta, përsa i përket impaktit e rafinerisë, por ka dhe të këqijat e veta, se pastaj futesh në listën e ndotësve, dhe ndotësit paguhen më shumë me çfarë është bërë gati në Bashkimin Evropian. Përsa i përket atij faktorit publik që thash, nuk kam çfarë të them në gjë më shumë, sepse është diçka që po e bëjmë gati, thjesht do të ndërtojmë një strukturë, besojmë që e kemi një strukturë që mbi cilën mund të futet dhe ky komponent, që të marri fuqinë dhe mandatin zyrtar për të bërë garantusin e sasive të naftës që i duhen tregut që të balancohet. Besojmë. Dhe kjo është një praktikë që e kanë shumë vende, nuk është diçka që do e shpikim ne. Nuk është konferenca vitit të ri, kështu që nëse ka ndonjë gjë që nuk u tha, bujrum, po mos përsërisim pyetjet.
Bekim Bicin nga Ora News. Zoti Rama, prej disa ditësh sistemi i Parlamentit të Shqipërisë është jashtë funksionit, kjo për shkak të një sulmi kibernetik, po ashtu nga Irani, për cilët thatë ju që do të ndërmerr një rezolut ndaj këtij shteti. A ka qeveria një plan për mbrojtjen kibernetike, pasi duket që mbrojtja kibernetike aktuale, të paktën referuar mbrojtjes nga sulmet nga Irani, duket se po dështon? Kush e thotë apo? Sulmet e njëpasnjëshme. Ashtu. Tani, ne kemi një kapacitet mbrojtës kibernetik që është nga më të mirë në Europë. Dhe këtë nuk e them unë, po për këtë ne ftohemi edhe respektohemi në mjediset europiane dhe të NATO-s që merren me këtë pjesë. Por, problemi ynë është që nuk kemi përfshirë ende të gjithë sistemin brenda rrjetit mbrojtjes. Dhe faktikisht Parlamenti nuk e ka përfshirë në sistemin ton të mbrojtjes kibernetike pjesën e vetë. Tani mos më pyesni për arsyet e për këto e për ato, se janë sa banale, aq edhe të panevojshme për të bisedë. Por ama, e vërteta është që në ndërkohë nuk ka probleme me kriticitetin e zonave ku ata mund të sulmojnë. Dhe keni parasysh një gjë. Ne sulmohemi nga Irani për ditë. Nuk sulmohemi një herë. Për ditë, nuk kanë ndalur asnjëherë sulmet. Dhe këto janë të dhëna sensitive, po të shikoni se në sistemet e mbrojtjes kibernetike ka lexim dhe gjurmë të çdo sulmi. Dhe po të shikoni bilancin e sulmeve që i bëhen Shqipërisë çdo ditë dhe çdo vendi, po Shqipërisë posaçërisht sepse ne kemi Iranin kuriz, është jashtëzakonshëm. Por nuk kam pas asnjëherë sukses në pjesën e infrastrukturës kritike. Institucionet e tjera që nuk janë në këtë sistem do të futen hap pas hapi, mos harroni që kërkon edhe financim. Dhe sektori privat duhet bëhet gjithmonë më i ndjeshëm dhe duhet të hyjë në sistem. Bankat janë bërë pjesë, sepse e kanë kuptuar sensitivitetin, ndërkohë që të tjerë duhet ta bëjnë, sepse jo për shkak të ndonjë arsye tjetër, po për shkak të një sistemi të tërë kriminal, gjobash që vendosen nga hakerat dhe i vjen gjoba gjithë dynjas, të bllokojnë komplet të dhënat dhe thonë paguaj kaq që të lirojmë. Kështu që, po nuk kemi probleme ata ne nuk na bëjnë dot asnjë dëm të madh, siç mund na kishin bërë në momentin kur na kapën, ende jo plotësisht përgatitur për të mbrojtur. Mbrojtja jonë kibernetike është spektakolare. Këtë mund ta them me plot gojë. Kemi aleatët më të mëdhenj dhe më të ditur për këtë punë, edhe kemi një sistem nga sistemet më të avancuara të mbrojtjes. Ju falenderoj shumë për këtë komunikim dhe ndjes për kolegen tuaj. Faleminderit.